nëse shohim që kemi nënën, motrën, tezën, hallën, të afërmit e linjës parë, linjës dytë, prekun me kancer gjirit, kjo duhet me qenë një shenjë që ne duhet me fillu kontrollat më herët. Kemi thënë për para 5 vite më herët, por edhe nëse fillojmë 10 vite më herët është më mirë. Do thotë 10 vite më herët para se gruaja me moshën më të re diagnostikuar në familje është diagnostikuar. Kjo i bie, nëse dikush në moshën ka qenë mosha me arrit 40 vjeç, atëre ju duheni të lajmoni qysh moshën 30 vjeçare për ekzaminime. Edhe mandej aty nuk ka kufizime, munden me bë edhe incizimet, mamografinë, rezonancën magnetike gjiut, varësisht se çka ju rekomandohet. Sepse kemi thënë që kanceri është dhe gjenetik. Po, mund të jetë gjenetik. Po, në 10%, maksimumi 15% të rasteve është një edhe smundje trashëguese. Nga se njerëzit mendojnë që është krye kaput smundje trashëguese, kjo fakt ka qenë edhe një lloj miti se nuk qëndron. Nuk qëndron. Domethënë pjesa dërmuese janë gra që nuk e kanë pas askën të prekun familje prej kancerit gjirit. Fatkeqësisht kanë qenë të prekura vet. Një tjetër është që masa në gjë, domethënë kokra në gjë, si thuhet në popull, është ajo shenja kryesore që gratë i bën me art e mjeku.